Bebe Rexha është emri më i ri shqiptar që po bën bujë në botë. Pas Rita Orës, artistës me famë botërore, duket sikur një tjetër talent i ri me prejardhje nga Shqipëria po shfaqet në horizont. Media e njohur online, R&B Junk, bën të ditur faktin se Bebe Rexha është me origjinë nga Shqipëria, por edhe vetë kjo e fundit nuk e mban të fshet prejardhjen e saj. Madje në faqen e saj në rrjetin social Facebook, shpesh publikon statuse ku përmend me krenarisht Shqipërinë. Fansat e saj në Facebook përmendin gjithashtu vizitat e saj në Dipër. Artistja me origjinë shqiptare e kohët e fundit është shumë e suksesshme në botën e muzikës, botë kjo në të cilën bën pjesë që kur ishte 4 vjeç. Lidhja e saj me muzikën u forcua më tej, kur në shkollën e mesme nisi të studionte për muzikë. Bebe Rexha u shfaq fillimisht në shfaqjet muzikore si Hello Dolly. Përveç se një këngëtare shumë e mirë, ajo shfaqi edhe talentin e saj në kompozimin e këngëve dhe në tekst shkruarjen e tyre. Inspirimi i saj për këngë ka ardhur nga emra të tillë si Stevie Wonder, Tori Amos, John Legend dhe The Temptations, që e kanë bërë atë ta dojë muzikën dhe ta kthejë në ëndrrën e saj më të madhe. Kënga e fundit që ajo ka shkruar është The Monster, një bashkëpunim i suksesshëm mes dy yjeve botëror të muzikës, Eminem dhe Rihanna. Përveç se kompozitore dhe tekst shkruese, Bebe Rexha është gjithashtu edhe një back vokaliste në këtë produksion. Kënga The Monsters është për ata që ndjen të errët në brendësi të tyre dhe duan të gjejnë një rrugdalje nga labirinti në të cilin ndodhen. Club Called Heaven apo Breathing in My Chest janë të tjera këngë ku artistja me origjinë shqiptare ka marrë pjesë me back vokalin e saj. Emri i Bebe Rexhës premton shumë në të ardhmen në botën e muzikës.